Gjitha rastet ne si sindikati marrim me një shqetësim jashtëzakonisht shumë të madh, por për të krijuar diçka më mirë, për të ndryshuar gjendjen, nuk mjafton vetëm sindikata që ta shtyjë këtë proces përpara, por ju dini që edhe inspektorati i punës dhe pronarët e kompanive duhet të jenë ata të cilët duhet ta japin kontributin e tyre. Dhe në bazë të dhënave që i kemi, këta nuk janë duke bërë. Ata është rast shumë i rëndë, po themi është rast shumë i trisht kur ti sheh në një vend punës kur vdes punëtori, ndoshta për një neglizhencë, po themi shumë të vogël ose për një përkujdesje shumë të vogël, ka mujt marrë deri te evitimi i kësaj. Po kjo kompani është një kompani e cila quhet Izolimi, punëtori ka qenë duke bërë izolimin e një objekti dhe fatkeqësisht ka tërshit dheu dhe fatkeqësisht njëri punëtor vdeq përderisa tjetri është duke i dhënë tretman në rast shumë i rëndë kur e kam vizituar edhe kolegun e tij, ai domethënë këtë që i ka mbijetuar vdekjes gjithherë duke më pyetur se si është dhe ku është kolegu im, rast shumë i rëndë. Rast i rëndë është edhe ajo se kjo familje ku ka humbë ky punëtor faktikisht ka mbetë me një penzion i cili nuk ka kurrfarë financimi. Më e rënda është ajo që neve po na ndodhin rastet dhe këto raste po ndodhin kryesisht dhe fatkeqësisht po themi tek familjet që me gjendje sociale dhe ne si institucione nuk jemi të gatshëm, shoqënia jo nuk është e gatshme që të spakut ta kemi një mbështetje financiare për një periudhë bukur gjatë, përkundër asaj që ju dini që ne rregullisht kemi bërë apel që të formohet një fond të cilin do ta menaxhon vetë qeveria e Kosovës në rastin ceremoninë e varrimit dhe për rastet derisa definohet çështja se si ka ardhur deri te rasti ta kemi një mbështetje financiare dhe këta nuk po e bën sepse aty po i nevojiten qeverisë njerëz të gjallë që të financojnë për te dhe në moment kur vdes punëtori faktikisht ka vdek me gjithçka. Nuk po e kryejn punën që duhet sepse këta punëtor kanë qenë ditë vikendi në vend që të pushojë, këtyne ju është imponuar që të punojnë edhe ditëve të vikendeve. Është shumë normal që nuk po e kryejn detyrën ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin në punë. Realisht na kemi raste edhe kur në rastet e vdekjeve edhe inspektorati dhe institucionet tjera i devijojnë rastet me qëllim që të përfitimit të pronarëve të kompanive. Çdo kompani mi 25 punëtorë është obliguar që ta ketë personin e certifikuar lidhur me rrezikshmërinë në punë dhe po të kish mbështet, këta persona duhet të jap llogarinë e tyre. Hala më e rënda është ajo që ky vit ka nisë një vit jashtëzakonisht shumë i rëndë, vetëm në 3 muajin e parë kemi 8 raste të vdekje në vend të punës, çka nuk ka ndodhur që nga viti 2000 e tutje dhe hala më e rënda është ajo sepse ne nuk kemi një aktivitet, po themi kështu, pronar të kompanive, sindikat dhe shtet që t'i përmirësojmë të kushte. Delni në teren 95% punëtorëve keni pa pajisje të nevojshme për ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, inspektorët kalojnë pranë tyne dhe asnjëherë nuk e japin atë për çka edhe paguhen. I kemi çuduar nga institucionet tona. Nuk po e bojnë punën as më të voglën. Është të merr na desin 3 punëtorë, ata ende pa filluar mirë sezoni i punimeve dhe na duhet në mënyrë, po themi në atë aspektin në mënyrë private që të marrim iniciativë që s'pakut për këto familje që ndodhin këto raste me që shteti dhe qeveria nuk po përkujdeset, ne duhet ta kemi një fond veçantë që në këto raste të intervenojmë ne si sindikat